Ka nisur vaksinimi kundër gripit në Lezhë teksa nuk ka munguar interesi i grupeve vulnerabel që në fakt ka sjellë rritje të vaksinimit për njëjtën periudhë me një vit më parë. Drejtori i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Lezhë, Elson Froku, tha se janë 6.000 doza që do aplikohen vetëm në Lezhë, ndërsa përveç shpërndarjes në qendra shëndetësore, një VKSH është vendosur në zona për të qenë pranë qytetarëve, duke respektuar protokollet. Në Bashkinë Lezhë, konkretisht një VKSH Lezhë, ka marrë të gjitha dozat që janë për të aplikuar për popullatën, për të cilën është përcaktuar në bazë të një formule që është e aplikuar nga OBSH-ja, për të krijuar atë imunitetin e popullatës në mënyrë të tillë që të minimizohen të gjitha rrezikët për kapjen e gripit të shumicës së popullatës. Procesi ka vijuar normalisht, fushata po vijon në dy drejtime. Drejtimi i parë është komunikim, sensibilizim me të gjithë grup moshat e riskuara, por jo vetëm, dhe gjithashtu është edhe krijimi i të gjitha aksesueshmërisë, le të themi, për ta kryer vaksinën në ato ambiente ku ato mundën që ti aksesojnë më afër. Përfshi këtu qendra shëndetësore, por ka patur raste jemi transferuar në bazë të gjitha kritereve që përcakton, le të themi, edhe OBSH-ja, për ta kryer vaksinën edhe në ambientin ku ata punojnë. Dozat që janë përcaktuar për Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor Lezhë është 6.000, i cili është i shpërndar në të gjitha qendrat shëndetësore satelite. Qytetarët që janë paraqitur për të marrë vaksinën, kryesisht të moshuar dhe grupe risku, janë të bindur se kjo është një masë parandaluese. Për vaksinë, mendoni se është nevojshme? Mosha. Që para për impaktit mos i lëmë fajt vedi. Kjo e domosdoshme është, jemi pensionista, jemi të smur kronik, e më bënë parapritje, këtë mendoj. Ju si vendosin për të ardhur, e more të shkencë historie? Jo, kam bërë dhe vjetë, kam qenë mirë, kështu që shpresoj se si jetë për punë të gripit. Sipas statistikave që disponon Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor në Lezhë, vaksinimi ka njohur rritje dhe kjo fal fushatave ndërgjegjësuese.